kur kam qenë shumë e vogël. Po. Shumë e vogël, 12-13 vjetë. Po. Unë e kom pas një pasion të madh për grimin. Halo, e kom? Okej. E kom pas një pasion të tepër të madh, edhe Huda Beauty më ka komentu. Sa interesante. Po sot isha, do më thonë, shtisha familjarët e me krejt që e kom pas jashtë, ajo ko ka qenë para shumë vite. Po. Veç me porosit produktet e saj, me pru në Kosovë. Edhe unë me puna i video, dhe ajo me pusko që u konë me vuz, apo të kujtohet? E pas në haru si trend. Ata tregoj. Po, gjithë qysh, bashkë po du me Ta tregoj komentin. E në atë videot ka komentu pastaj Huda Beauty. Po, ka qenë një suport shumë i madh, mu të ke Wow. vetja, dhe isha, Është. atëherë Huda Beauty u Edhe konë, edhe është, edhe sot Edhe është. sot Po, është. në atë Bile kohë, sot, ej. Halo ma shumë për shkak që tash ajo është një Po. prej Po, trendsetter, në definitivisht. fushën e grimit edhe asnjëherë nuk po pëson gjithherë ma shumë veç ngritje në fushën e vet, në krahasim me kur ka fillu vetëm me çerpik, tash e Po. ka një linjë të plot të grimit edhe gjithherë është virale me produktet e saj në rrjetet sociale. Wow, po du me pa kështu cili është. Po të shumë cute e jam e kur jam kënë shumë e vogël. Cute. Do më thonë ka Shumë qenë, cute. që më da ka atëherë mu, të Po. isha, aj. Edhe që pas ka komplimentu për pamjen. është një diçka interesante se në mesin e gjithë atyre postimeve në botë, nëse ka pas rastin spaku për pak minuta. Shumë mirë jam ndjenë, normalisht edhe si fëmi, merë emocionin pak ma ndryshe. Do më thonë më ka bo më një shumë e veçantë, tani për çdo event familjes tem, ka na gjë çdo unë jam kon grimeria personale. Se t'ka komentu Huda Beauty, Më ka normal. komentu Huda Beauty që ajde tash grimona. Normal. Amo për një me kom pas një pasion shumë të madh. Për Nuk e di grimin. pse nuk mirëna ma shumë. Po. E ke pak problem me shti kam pak problem. në orarin tënd të Po, profesioneve normalisht dhe kam pasioneve shumë të qef, tua. kam shumë qef. Është edhe një kënaqësi në vete edhe nëse nuk e zhvillon profesionalisht, thjesht me pas këtë aftësi, me bu grimin vet, me qenë prezente në çfarë do lloj eventi dhe e din që e ke mundësi me bu Po, grimin fix. vet, nuk u Unë zakonisht edhe e bëj edhe grimin tam për shootinga që i kam. Jo shumë profesional, po në ai sen që mu i më duk bukur edhe mu ly vet. Po. Se normalisht nuk është ta më njëjtë si me shku për shembull mu ly dikon. Mu grimu profesional. se- E pëlqen kështu edhe kur të grimojnë profesional ma shumë se sa kur ja bën grimin vetes, apo varet Unë tash veç jam të këshyrë që me bu, se unë i kam shumë pak produkte, se kam një rutinë tepër thjesht, e po thëmë, ka dalë të se pas ke muna një. po, është shumë e vërtetë dhe unë e kam goxha ma Po. edhe zgjati. Edhe zakonisht kur shkojmë grimu te dikush tjetër, kanë shumë ma shumë hapa, ma shumë senë. Okej, ka dalë se pas Ka ka dalë goxha se shumë, pas ka një rutinë. pas ka procedura. Po varet prej sa të komplikume e ke rutinën.